Almanaku. On this day. Ngjarjet më të rëndësishme të ditës në Top Albania Radio. 1541, Pedro de Valdivia themelon qytetin e Santiagos në Kili. 1700, lufta e madhe veriore fillon në Europën veriore, midis Danimarkës, Norvegjisë, Saksonisë, Rusisë dhe Perandorisë suedeze. 1892, botanisti rus Dimitri Ivanovski hipotetizon ekzistencën e viruseve. 1892, përvjetori i lindjes së ish presidentit Lincoln, shpallet fest kombëtare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më 12 shkurt të vitit 1905, kriminalët grek masakruan Papa Kristo Negovanin. Adetari lindi më 1875 në Negovan, afër Follorinës, për akmarrje, Bajo dhe Çerçistopulli. Zum prit dhe vran peshkopin grek Fotis në Korçë në shtator të 1909-s. 1944, Ania me avulloria fundoset në Greqi me 4046 të burgosur italian në bord. 1947, dizajneri francez i modës Christian Dior prezanton koleksionin e tij të parë me ndikim të quajtur New Look. 1951, Shahreza Pahlavi martohet me princeshën Soraya në Teheran. 1951, në Firenze u zhvillua për herë të parë sfilata italiane e modës së lartë, u organizua nga Giovanni Battista Giorgini. 1968, diplom deri nga Universiteti i Seattle për Jimi Hendrix, muzikanti i talentuar e praktisi shkollën në moshën 14 vjeçare. 1973, Ohio merreton sistemin metrik, shenjat rrugore do të tregojnë distancat në kilometra dhe milje. 1994, nis ceremonia e hapjes së lojrave olimpike dimrore në Lillehammer të Norvegjisë. 1994, në Galerinë Kombëtare të Arteve në Oslo të Norvegjisë, vidhet vepra e famshme Ulërima e Edvard Munch. 1998, 250 automjete të përfshira në një përplasje zinxhir në autostradën A13, 4 viktima dhe 10 të plagosur. 1999, forcat policore dhe ushtarake serbe ndërmorën një sulm në shkallë të gjerë kundër forcave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në zonën e Llapit. 1999, Senati i SBA-s shfaqson presidentin Bill Clinton për dëshmi të rreme pas skandalit seksual me Monica Lewinsky. 2001, anija kozmike Near Shoemaker, anija e parë që ul në një asteroid. 2002, në gjykatën ndërkombëtare për krime lufte, fillon gjyshi ndaj Slobodan Miloševićit. 2004, Universiteti i Seulit klonon embrionin njerëzor dhe e zhvillon atë deri në fazën e parë të lindjes, thënë ndryshe deri në 7 muajsh. 2012, në Los Angeles, këngëtarja Adele arrin të fitojë 6 çmime Grammy, mes të cilave për këngën më të mirë të vitit, Rolling in the Deep. 2013, Korea e Veriut dyshohet se kryen testin e saj të tretë bërthamor, duke thënë se ishte një pajisje bërthamore që mund të armatohej. 2013, Vatikani fillon përpjekjen për të zgjedhur pasardhësin e Papës Benedikti XVI.